Njëherë një person ju drejtua pejgamberit alayhis salam e i tha: o i dashur i Allahut, më trego cila vepër është më e dashur tek Zoti i madhruar. Me kam për ne në shumicën e rasteve pjesën përgjëjët të cilët janë minimale nga aspekti i vlerës. Parët tonë e dëshironin atë më të mirën, më të dashurën ke Zoti xhaleshanu. Dhe vetë pejgamberi alayhis salam i mësonte e ju thoshte: kur ta kërkoni xhennetin, kërkonja xhennetin më të lartë. E Muhamedi alayhis salatu wassalam i tha: vepra më e mirë e habbul a'mali ila Allah es-salatu ala waqtiha. Vepra më e dashur, puna më e dashur tek Zoti xhaleshanu është ta falish namazin në kohë. Mas andaj vjen respektin ndaj prindërve, mas andaj vjen të luftosh në rrugë të Zotit xhaleshanu, duke dashur të kontribuosh për këtë fe dhe për të mirat e njerëzve. I nderuar i vëlla, sa ta dëgjosh ezanin, lëri të gjitha punët dhe merru me këtë adhurim të dashur të Zotit xhaleshanu. Nga se ky adhurim nuk të merr më shumë se sa 10 minuta. E pse ka nevojë ta vënosh këtë namaz? Duke e lanë fjalën e Allahut dhe besën që i kemi dhënë Zotit xhaleshanu, e t'u japim prioritet punëve tona që i kemi. Nëse ke vendosur ta falish namazin dhe të tillë jemi në Ramazan inshallah, dhe jashtë Ramazanit Zoti xhaleshanu na boft për atyre që i përkushtohen atij me peskoshin e namazit, nëse ke vendosur që ta duash Zotin, t'jesh prej atyre njerëzve të afërt te Zoti, ta praktikosh një vepër që e dën më shumë Zoti xhaleshanu, atëherë fale namazin në kohë e mos e le për punë të kësaj dunjaje. Nga se të parët tonë, momentin që e ka lanë një namaz, e ka falë pak më vonë, si dënim të vetës së tyre, kanë dhënë pasuri të majme dhe kanë dhënë kopshte të bukura, me qëllim që ta dënojë veten e vete dhe mos e lanë më namazin për më vonë.